thënien nga Sigmund Freud. Sigmund Freud ishte filozof, psikoanalist dhe neurolog. Konsiderohet themeluesi I psikoanalizës. Citojmë disa prej thënieve të tij me vlerë të veçantë. Kur njerëzit më qortojnë, di si të mbrohem, por përballë lëvdatave ndihem I pafuqishëm. Emocionet e pashprehura nuk vdesin kurrë. Ato varrosen të gjalla dhe shfaqen pastaj në mënyrat më të këqija. Ndjenja e gëzimit shkaktohet nga leja për të bërë ç'është e ndaluar. Një qytetërim që ka kaq shumë qytetarë të saj të pakënaqur dhe I shtyn drejt revoltës, nuk ka dhe nuk meriton të ketë perspektivën e një ekzistence jetë gjatë. Prindërit mbesin të rinj tek fëmijët e tyre, dhe kjo është një prej avantazheve psikologjike më të vështira që nxjerrin prej tyre. Nëse momentalisht nuk arrijmë të shohim për te elementit mendor, nuk është një arsye e vlefshme për të mohuar ekzistencën e mundshme. Edukimi është një thirrje për të kapërcyer parimin e kënaqësisë për të këmbyer me atë të realitetit. Njerëzit e lumtur nuk thurin kur ëndra, vetëm të palumturit thurin ëndra. Zoti nuk është tjetër veç një prind me një nivel më të lartë. Arsyeja pse pasuria nuk e sjell lumturinë është se paraja nuk është një koncept fëmiror. Nëse njeriu do të hiqte shpresat nga iluzioni I sëpërtej për të përqendruar në jetën toksore me të gjithë forcat e tij, do të arrinte të bënte jetën të kënaqshme për të gjithë. Simptomat janë aktiviteti seksual I të sëmurëve. Poetët janë njohësit më të mirë të mendjes njerëzore, sepse ata pinë në burime që për shkencën nuk janë ende të arritshme. Mundësia kufizimit të një kënaqësie ja shton vlerën asaj kënaqësie. Argumentet nuk mund të përballen me pasionet. Njerëzit nuk e duan spontanisht punën. Njeriu I suksesshëm është ai që përmes punës arrin të shndrojë dëshirat e tij në realitet. Gjithmonë, kur ekziston mundësia për të marrë një shuplak, mazokisti I vërtetë zgjat turinjët.